Vazhdojmë me predikimin e Jezusit në mal. Ju pra lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, dhe na i fal fajet tona ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë, dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sepse në qoftë se ju a falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'ua fal edhe juve. Por në qoftë se nuk ju a falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ua fal juve gabimet tuaja. Dhe kur ta agjëroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët, sepse aty shfytyrohen për të treguar njerëzve se agjerojnë. Në të vërtet ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti, kur ta agjërosh, vajose kokën dhe laje fytyrën, me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti agjeron, por Atin tënd në fshehtësi, dhe Ati yt, i cili shikon në fshehtësi, do të japi shpërblimin publikisht.